politika ja i takon Kosovës, nuk i takon partive politike. Lëvizja vetëvendosje mendoj që do të vazhdoj me alate vetë deri tashëm, po nuk shoh ndryshimet më mëdha. Besoj që do të ketë rramje të numrit votuesve, por se edhe për shkak të fuzionimit të këtyre partive që i përmend, do të ketë më pak lista, do të ketë më pak kandidat, do të ketë më pak mobilizim të njerëzve për me dalin zgjedhjet për me votu ata kandidat. Dhe kjo sigurisht që do të reflekton pastaj në përqindjen, mundet me ndodhë që lëvizja vetëvendosje do të merr më pak votues, do të ketë më pak votues, po përqindja nuk do të jetë shumë e ulët. Pikërisht për shkak të këtyre ndryshimeve të cilat priten që do të ndodhin. Sa tash nëse më lejon të çështja tjetër kundërshtar të Kurtit që kanë dalë në parti tjera, duket që kjo ke pyetja. Jo, në fakt apo përjetot Kurti si Rugova dikur. Kurti është figura kryesore politike në vend, bënd shumë e votumja, prej që ekziston skena politike demokratike në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje është tani partia më e madhe që ka ekzistuar në herë në Kosovë, me përqindjen e votave të fituara. Natyrisht ajo ka potencial të madh të njerëzve, sepse nëse ti je në pushtet 6 vite, 5 vite, 6 vite, ti ke kohë, ke mundësi me ofrue kuadro. Edhe ke mundësi nëse mund të them kështu, me ngrit atë nivelin e stafit tonë, antarësisë tonë. Sigurisht që njerëz caktuar edhe janë të dëshpëruar, janë pak kënaqur me lëvizjen, janë pak kënaqur me trajtimin që ju bëhet ata lëvizjen. Kështu ka ndodhur edhe gjatë kohës së lidhjes demokratike, sepse partitë kanë cikla. Ka qenë cikli i lidhjes demokratike, pastaj i Partisë Demokratike, tani është cikli i lëvizjes vetëvendosje dhe lëvizja vetëvendosje ka potencial të cilat mundën me kaluar nëpër parti tjera dhe jo domosdoshmërisht